buçi më bu CHI. Bu CHI. Po. Ngarkuar sa po vi nga një intervistë tjetër. Edhe prandaj jam kështu, e super rregulluar. Shumë mirë. Plan të vija më thjesht. Jo, po mirë, shumë mirë, pse? Shumë ti super të rregulluar për buçi podcast. Kam parë intervistat e tjera shumë casual. Po varet sa si e ka qef individi, domethënë kam i lë hapësirë gjithë secili. Ndonjëherë është e themi casual, ndonjëherë vision, ndonjëherë janë më keq se sa casual, kam pasur edhe nga ato raste, ke parasysh. Por që përgjithsisht varet se si e ndje vetë Robi. Ç'a bëhet? Shumë mirë. Më pëlqejnë mesazhet që keni për të çuar ju. Edhe, domethënë ju kam ndjekur. Jo me ju, se s'kam arritur akoma për të drejtuar me ju. Unë jam Leoni. Ke ndërtuar një gjë shumë të bukur dhe besoj që shumë të mirë, duke qenë se ne jemi të ri, u gëzova shumë që kemi mundësi që të shprehim ato gjëra që mund të shprehim në mënyrë të lirë tek platforma. Patjetër. Jo, për mua, domethënë përveç se gjitha e themi këta jemi pothuajse afër burnout-it, domethënë nga gjitha aktivitetet dhe gjërat, jemi gjatë gjithë kohës në buzë të gjithë kapaciteteve, domethënë, ishte thjesht çështje kohe, normalisht që herën e parë që folëm do të thotoje fare që ne do të realizonim një bisedë së bashku, se thjesht qelluat që ishit më të shpejt, domethënë sepse unë do kisha pyetur vetë i pari, thjesht qelloj në mënyrë të tillë që unë isha ngarkuar se kishte ardhur radha akoma, domethënë, sepse unë kam vënë që prej le të themi një vit e kusur aktivitetin online, domethënë në Instagram që prej Mustafës edhe pastaj duke parë edhe në disa gjëra të tjera, disa lloj mundësish. Edhe duket që është diçka e kuruar e mirë, domethënë, por mahamana që as unë se kam kuptuar në thelb se çfarë është, edhe duke u nisur nga kjo, që ta bëjmë edhe një çik prezantimi për njerëzit që na dëgjojnë, domethënë. Pa përfaqësojmë ne. Ne jemi ne se jam unë me Mustafaj. Po normalisht, po në fillim fare kush është Suzana Aga për si fillim që të kuptojmë njerëzit. Unë jam Suzana Aga, administratore në 2 kompani, që është Agility Group Albania ose AGA edhe Agents 8 Partners. Në fushën e sipërmarrjes, le të themi që është fusha ime, punojmë shumë me rekrutimin e punojësve të huaj, gjithashtu merremi edhe me dërgimin e punojësve shqiptar në shtetet e Europës. Jemi të fuqishëm në real estate dhe së fundmi tek AGA Group kemi dhe agjencinë tonë të pastrimit. Ndërkohë që Agents 8 Partners është kompani që i përket më shumë fushës së programimit, edhe me këtë pjesë merret më shumë Mustafaj, megjithatë si administratore. Merrem unë pasi kam edhe formimin e duhur për ta menaxhuar. Kjo është për çfarë qëndron H&J, H dhe I? Atëherë ne marrim projekte nga shtetet e Europës dhe i zbatojmë në Shqipëri. Ideja është që ne krijojmë timin, skuadrën tonë këtu me punojës, janë kolegët tanë më shumë, të rinj që kanë një uri në fushat e Java, JavaScript, SAP. Ka mjaftu shumë staf për të kryer projekte të tilla? Nuk ka, por ne kemi më të mirët me networkun tonë. Nuk ka mjaftu shumë, por ne kemi marrë ata që duhet të jenë. Ne kemi marrë ata që duhet. Spektakolare. Po më shumë në fakt për kjo H&J këto kohët e fundit mos e gënjej fare, por që para 3-4 ditësh e kam parë kështu në imtësi. Më shumë besoj se edhe një pjesë e mirë atyre që mund të njohin, domethënë, ose që mund të parë diku është AGA Group, Agility Group Albania, mahamana tani është. Aty investojmë më shumë sepse Agent Partners është biznes që nuk ka nevojë për emër, për marketing, pasi kontratat janë elitare, edhe arrim domethënë t'i bëjmë dhe pa shumë marketing, ndërsa AGA, duke qenë se prek dhe individin, kemi nevojë që të jemi fuqishëm me marketingun edhe në treg. Po normalisht që të gjithë na njohin me Agility Group Albania ose AGA.
Spektakolare. Zuzana, të thej, e ke formimin e dur për të bërë administrimin e biznesit ose të zyrës apo të grupit holding apo çfarë do që mund të bëhet në të ardhmen. Çfarë formimi ke ti? Unë kam paruar bank finance dhe ideja është që kjo është ajo që kam dashur gjithmonë. Është shumë e çuditshme. Njerëzit thonë mos ke dashur të bësh ndonjë gjë tjetër. Jo, unë kam dashur fushën që kam bërë. Edhe kam studiuar normalisht për të arritur aty ku doja. Kam punuar si ekonomiste dhe financiere në kompani private. Kam bërë punojsen edhe më ka pëlqyer shumë që e kam nisur si punojse, se kam kuptuar gjithë strukturën e kompanisë, nga operatori thjesht deri në administrim të kompanisë, për dikë tjetër që të ndihmon të kuptosh pak dhe logjikën e punojësit, që sot është shumë e rëndësishme ta kuptosh edhe ti qëndrosh afër, derisa më pas krijuam kompaninë tonë. E kuptoj. Ka lezetë ashtu. Shiko, edhe unë ashtu kam filluar edhe unë shpresoj që të arrij atje, domethënë që ta diçka time të krijojmë diçka të bukur. Kështu që, okay, shembull është zakonisht shumë i mirë edhe frymëzues, po mirë bën njerëzit që e vënë me dyshje pjesën e studimit, se një pjesë e madhe e fëmijëve që edhe post-gjimnazistëve shqiptar domethënë përfundojnë te pjesa e ekonomikut për shkak sepse janë, le të themi, me peshë, janë shkolla të mira, ajo po je i mirë këtu, je mirë atje, duhet të shkosh aty me mjeksi. Juridiku, edhe në inxhinieri kështu. Tani ne si këshillojmë kështu, se ne bëjmë shumë takime me universitetet. Edhe i këshillojmë sipas prirjes. Nga gjithë grupi që ne kemi qenë në universitet, 2000 student, 15 arritën me rezultate të shumë të mira dhe mbyllën brenda 3 vjeçarit. Çfarë do thotë kjo? Që sistemi është i dështuar, sepse pranon të gjithë individët që thjesht e marrin nga ideja që mund të kemë përfitime, por besoj që dhe faktike është nëse nuk është ajo që ti di të bësh dhe ke dëshirë të bësh, mos e vazhdo kot, sepse rezultati nuk do jetë pozitiv. Pra nëse di të bësh mekanikut sot në Shqipëri fiton shumë mirë, bëj mekanikun, bëu më i mirë dhe mund të bësh dhe 3 biznese në atë fushë që ke. Sistemin shiko, përgjithsisht mendoj që vlerat janë përmbysur çik edhe në mbar botën, kjo thjesht në Shqipëri duken pak më shumë, janë si më ekstreme gjërat gjithmonë. Çfarë lloj gjë e keqe që mund të ndodhi në Itali apo në Greqi, domethënë ndodh edhe në Shqipëri, po ndodh në një shkallë akoma më të madhe, që ndihet akoma më shumë, domethënë. Jam dakord. Herat pak domethënë, por jam dakord që ndodh në gjithë botën, po normalisht neve na prek e para na prek Shqipëria, se jetojmë këtu. Dhe dyta është ajo që thua ti që është më e egër, më e ashpër, çdo gjë që ndodh në Shqipëri është duke sikur. Po jemi shumë pasionant, ne futemi all in. Pastaj edhe kur bëjmë gjëra, kur i bëjmë gjëra të keq, i bëjmë super keq. Dhe i mbrojmë. Dalim deri në fund. Ajo është diçka e një breng që unë kam që diskutoj pothuajse me çdo që është i afër për diskutuar. Të pjesë mua vjen shumë keq në fakt që sistemi shkollor shqiptar ka degraduar, le të themi. Po ta krahasosh relativisht, domethënë, mendoj se është në periudhën më të keqe që ka qenë ndonjëherë në historinë e shtetit shqiptar modern që e njohim ne. Jam dakord. Jam dakord te burimet tona të brendshme thonë që ka ndodhur ajo që duhet të ndodhte që në universitete ka ndodhur amnisti. E ke dëgjuar ndonjëherë amnisti në universitete? Jo. Do të thotë që pedagogët janë detyruar që të kalojnë një pjesë shumë të madhe të studentëve sepse aplikonin për të 5-tin ose të 6-tin vit për këtë gjë. Kjo tregon që e para shoqëria shqiptare vazhdon historinë që gjithë duan në universitet, që duhet ta heqin nga mendja, e dyta normalisht shteti dhe qeveria bën punën e saj duke mos bërë punën e saj. Shiko, po ideja, okay, ta marrim një nga fillim. Ti sapo më thej që bëni takime kështu me student? Po. Domethënë si çfarë takime janë? Për çfarë bëhet fjalë? Atëherë ne bëjmë takime për këshillim të karrierës. Duke qenë se ne jemi në fushën e rekrutimit, duam vetë të orientojmë. Përkundrejt interesave tona, që do të thotë në interesin tim është sa më shumë studentë shqiptar të zgjedhin të ikin në Gjermani, Itali, këto shtete ku ne operojmë, aq më shumë fitojmë ne. Por realisht situata është shumë emergjente dhe ajo që ne themi dhe bëjmë në takimet tona, mundohemi që të orientojmë që këta punojës të së ardhmes dhe këta studentë të së tashmes të zgjedhin Shqipërinë. Pra të zgjedhin vendin ku kanë lindur, ku jetojnë, por duke u orientuar ashtu si duhet. Pra jo të gjithë ekonomikun, jo të gjithë jurist,
por të bëhemi profesionistë shumë të mirë aty ku na përket, ku është vendi jon. Po pse e bën? Do pyeste njëri nga fundi se shiko se ne jemi shqiptar, duhet të kuptosh faktin që gjithmonë do të dikush është, ore vëlla, po çfarë bëjnë ata? Ku e kanë këta? Domethënë diçka e ka këta se kot nuk e bëjnë, se kështu mendojmë. Në përgjithësi në vija të trasha domethënë. Se zgjedhin që të studiojnë. Se zgjedh të ndihmosh dikë, domethënë kundrejt interesit tënd të biznesit edhe le të themi për një të mirë e madhe. Çfarë është kjo e mirë e madhe? Çfarë të hyn ty në xhep? Pse merresh ti? Ne jemi të rinj dhe të çmendur. Prandaj e bëjmë, besoj. Jemi të rinj dhe të çmendur, kemi idenë që mund të ndryshojmë një gjë dhe çfarë kemi në dorë, po e bëjmë që ta ndryshojmë. Ndoshta mbas 20 vitesh ne do themi sa budalla që isha që bëra gjithë këtë dhe në fund fare s'kisha asnjë feedback. Ama ne duam që sikur 5 persona nga gjithë universiteti të ndikohen, dhe ata persona të bëhen pjesë e mirë e shoqërisë, që do thotë unë pjesë të mirë të shoqërisë quaj ata që kanë turp, se është dhe një modë e re në Shqipëri, asnjë s'ka turp, domethënë. Nuk kanë turp, bëjnë inflacion, nuk kanë turp, tregojnë që vjedhin, që abuzojnë dhe këto gjëra. Pra na duhen pak këta njerëzit që kanë turp, edhe që studimit të jenë pak të moralshëm, domethënë përgjithsisht që se ndoshta se të më është bukur, po ka turp. Jo, normalisht, është pjesë asaj. Niset edhe nga personalja jona, që do thotë i vllash programues, unë jam ekonomiste, motra ime është ndihmës guzhinjere, pra ne jemi profesionistë dhe ne kemi studiuar në Shqipëri kur të gjithë thonin që shiko ti duhet paguash, me thënë drejtën mua asnjë më ka kërkuar bakshish nga pedagogët e mi. Asnjë vllaj, pra ne kemi zgjedhur që ta ndërtojmë këtu dhe jemi shumë mirë. Këto e vërtetojmë me të ardhurat që kemi, bëjmë një jetë shumë të mirë, ne vizitojmë Europën, por e vizitojmë për takime pune dhe për të dalë udhëtime personale, pra nuk jemi të detyruar që ta lëmë vendin për një të ardhme më të mirë. Shiko, unë më ha mendja se përveç se sistemi më bëhet qefi që juve keni atë eksperiencë, domethënë, po nuk duhet jeni kaq më modeste kjo pjesa, domethënë që thotë që sistemi nuk është aq kjo se mund të lulëzosh, duhet të jepni pak më shumë fuqi dhe pak më shumë pesh pjesës tuaj, domethënë që keni qenë njerëz që keni studiuar, që keni qenë njerëz që ja keni dalë, që keni vër punën, keni vër dumin, durimin, domethënë derisa keni arritur aty ku jeni. S'mund ta bëj gjithsecili, do ta pranojmë të. Patjetër që nuk e bën. Ne jemi rritur, i them dhe prindërve të mi, na keni rritur jo për Shqipërinë, sepse ndërkohë që gjithë vitnin drita, do e bëj pak. I mat thoshte nuk mund ta bëj dot, se nuk e pranoj dot vjedhjen. Edhe jemi kaq ekstrem domethënë si familje. Po, e një edhe imi e njëjtë, përshëndetje babi. Po që është të drejtën e kemi zgjedhur gjithmonë. Jo, shiko, nuk diskutohet fare që mesazhi është shumë i mirë, domethënë, po un kam të bëj me shumë persona, domethënë që i diskutojmë këto gjëra her pas here, dhe normalisht kemi kontakte me njerëz që janë në Shqipëri dhe kam të vështirë her pas here t'ja kuptoj, t'ja shpjegoj këtë pjesën e para fare sepse unë nuk jam aty, domethënë duket pak hipokrite nga ana ime të them unë që shiko, provoje ti aty, domethënë edhe unë nga Berlini minuaj, dhe shumë e thjeshtë thoshte, kurse kur e thot dikush që është nga brenda, domethënë është pak më le të themi pak më reale, pak më përtypshme, është më e thjeshtë për atë X individ të besoj etj. Unë fundamentalisht që besoj që mund të ndërtohet diçka në Shqipëri pa diskutim fare, thjesht fakti është që është pak më e vështirë se sa mund ishte në një vend tjetër, po edhe ajo relative, varet domethënë ku janë prioritetet tua. Që ta saksoj, në Shqipëri nuk është pak e vështirë, është tmerrsisht e vështirë, sepse nëse ty në universitet nuk të pengon njëri, se fundja do dalësh me nota të mira, do marrësh diplomë, do marrësh. Kur ti futesh për shembull në biznes, është e tmerrshme që të merresh me gjithë institucionet, me gjithë hallkat që ty të prekin. Dhe që duhet të bësh një luftë që nuk është normale, për shembull, për ne që jemi të rinj, unë duhet të përballem me ignorancën që më vjen nga drejtues të institucione shumë të larta, që nuk ka nevojë fare as për spake çfarë janë këto gjërat e tjera, sepse ai dallohet që kur shkruan nuk di të shkruash shqip. Pra nuk ka nevojë për asnjë lloj auditi që ta kuptosh, dhe ti shpjegosh dikujt që nuk di të shkruash shqip, legjislacionin, anën ekonomike, më besoj ke të kotë. Por besoj ne jemi dhe shumë kokë fort që kemi zgjedhur të qëndrojmë këtu. Pra, kemi luftuar me mullin të erës,
Kemi pasur mbështetje nga njerëz që kanë arritur po të njëjtat gjëra, kryesisht njerëz biznesit, por është vërtetësisht e vështirë. Pra të mos ta lehtësojmë, okay, në universitet nuk na ka penguar njeri, ne duhet që dhe studentët ta ndjekin këtë, pra të vazhdojnë studimet, ai që ka dëshirë, ai që është për atë punë, por që mjediset e klima ekonomike në Shqipëri është tmerrsisht e vështirë. E kuptoj. I shikoj, nuk diskutohet fare, e kupton thjesht hamanga përderisa ekzistojnë personazhe të ndryshme që disa prej tyre, domethënë, unë i kam pasur edhe në podcast edhe janë goxha të fortë edhe në social media dhe normalisht përhapin idetë të tyre, japin një farë lloj këndvështrimi objektiv, sepse atë pjesën tjetër ignorantin, burokratin që ulet me një karrige që as vet nuk e di se si ngrihet edhe ulet, atë e dim, ai është një sistem kancer që vazhdon të thjesht përhapet edhe mban veten gjallë. Normalisht ata ushqejnë të njëjtin sistem në mënyrë që ai të mbijetojë. Ideja është po, ndjesë të ndërpreva. S'ka problem, po. Ju që jeni jashtë vendit të thoni, dhe mua më ndodhe me investitor të fuqishëm, që unë jam i qetë në vendin që ku jam, pse duhet vinë në Shqipëri? Se realisht në Shqipëri nuk je asnjëherë i qetë. Nuk je në përditshmëri, pra duhet të normalizohen disa situata që ne që jetojmë këtu, pra ta kemi klimën të qetë kur punon, dhe të mos kesh, le të themi, lufta ndodh gjithmonë me të drejtin. Pra ne jemi agjenci e licencuar dhe mua më vjen 12 kontrolle në javë nga institucionet. Pse? Sepse jam e licencuar. Ndërkohë që në një vend kaq të vogël unë e di shumë mirë që konkurrentët e mi mirë që s'kan licencë, por as nuk deklarojnë asnjë gjë dhe nuk i shkon asnjë kontroll. Pse? Sepse nuk ndodhet në sistem, por dhe nuk ndodhet në sistem, pra funksionon kështu, nëse ti përfshihesh në sistem dhe ti do të deklarohesh, të licencohesh, je në syrin e gjithkujt. Në momentin që ti je rehat i pa deklaruar gjëkundi, vazhdon me atë rehatën. Mishte jeni pararoj për këtë, domethënë, shumë mirë që e bëni ju këtë punën që të vendosin dhe standardin e ri, domethënë, që keq për juve nga njëra anë, po prap mirë për juve nga ana tjetër në afatgjatën. Domethënë, kështu që dikush duhet ta bëj këtë rasti e ti edhe gjithë ju atë. Do ta bëj dhe ne do vazhdojmë në këtë mënyrë. Megjithatë, duhet që institucionet në 2024 të jetë pak më të përgjegjshme në përgjegjësitë që marrin. Më thoj pak për qefin tim disa nga problemet më absurde që të ke hasur ndonjëherë me këto, domethënë. Atëherë unë do të them disa gjëra ekstreme që po thua janë shumë ekstreme dhe janë shqetësuese. Ne për shembull sjellim punonjës nga vendet e Azisë dhe pa i gjykuar fare, nëse për shqiptarët thuhet në angli që janë mafios, pra bëjnë çmendurire, asnjë se thot për shembull që punonjësit nga Bangladeshi ikin të gjithë. Më kupton? Për vite me radhë e shkatëruan biznesin shqiptar në mënyrë flagrante, pra investonin mijëra euro për t'i sjellë këtu, për të na paguar ne që jemi agjenci, dhe as ne që jemi pa lidhur nuk na jepnin informacion të deklaruar, jo të shkojmë tek institucionet çdo ditë dhe ta marrë vesh. Që të lutem shumë, Bangladeshi është një shtet që ti nuk duhet futesh fare. Së dyti, ne kalojmë punonjës shqiptar në Kroaci. Çfarë më ndodh? Mua shteti kroat nuk më pranon asnjë shqiptar pa dëshmi penaliteti, pra ta verifikoj. Në sistemin ton të vizave nuk kërkohet dëshmia e penalitetit gjëkundi dhe kur vin në Shqipëri, normalisht ka kodi punës dhe ne bëjmë dokumentacionin se ne jemi të ndërgjegjshëm, por nuk duhet funksionojë kështu. Duhet që shteti të vendosi në atë sistem të bekuar dhe një dokument shtesë që është dëshmia e penalitetit, që jo çdo kush mund të vijë në shtetin shqiptar. Raporti mjekësor, ne i bëjmë raportet mjekësore sepse sërish jemi të ndërgjegjshëm, ama çfarë kontrolli bën shteti shqiptar? Asnjë kontroll. Është në dokumenta, por nuk zbatohet. Kuptoj. Po unë atë pjesën e Bangladesh nuk e kuptova. Punonjës të tillë që vinin iknin si të Bangladeshit. Po. Janë punonjës që e kanë përdorur vendin si vend tranzit. Pra vend tranzit që do të thotë gjithë ne investohemi për t'i sjellë këtu, ne nuk kemi futur asnjëherë sepse morëm statistikat nga zyrat e emigracionit. Ama ne kemi akoma klientë që thonë, shiko, mund na sjellësh nga Bangladeshi se kemi dëgjuar që janë punonjës të mirë. Nuk kanë faj sepse aq informacion kanë.
Dhe kur ti thua shiko se këto punonësit largohen, 99.9% i ke të larguar dhe ne nuk mund ta bëjmë këtë gjë, mendoj që ne nuk e kemi të mundur, ne kontakte kemi me gjithë Azinë. Pse ndodh kjo? Se shteti nuk ndërhyjën që të t'japi disa shifra dhe ta nxjerrin në mediat më të fuqishme që ka. Siç ndodh në Angli që shqiptarët luftohen, nuk është diskriminim fare. Shqiptarët gjithandej po ne na diskriminojnë në mënyrë masive. Mafia, unë jam mafia, s'kam lidhje fare dhe dëgjom për shqiptarët të thuhet vetëm mafia. Asnjë nuk thotë që shiko, këto shtete kanë marsh të largimit. Domethënë nuk e tregojnë dhe nuk japin shifra reale se çfarë ndodh. Po, më shikon ne dukemi njësoj si ata, domethënë, kështu që është okay të diskriminosh ti, ashtu si nëse do i kishim një nuancë tjetër ngjyre, domethënë do do ishte pak e vështirë. Ka lidhje që ti të mbrosh biznesin që ke, se fasonerit, unë për krimin e biznesit mund të flas shumë, pasi e prekim. Fasonerit janë faliment për shkak të ndryshimit që pati kursi euro-lek. Fasonerit janë faliment për shkak të punonjësve, pra nuk ka punonjës. Se kush ishte avantazhi që i sollën gjithë fasonerit në Shqipëri, ishte për pagesën e ulët që i bënin punonjësve. Normalisht abuzuan bizneset edhe e sollën situatën deri këtu, por ai mbetet sërish biznes dhe biznesi të gjeneron vende pune. Ai punonjësi që i merr nga këto shtete, Bangladeshi dhe çfarë janë shtetet që kanë marrë largimi, e përdorin 3 muaj si vend tranzit dhe ikin në shtetet e tjera të Europës. Tani kanë dhënë një urdhër për bllokimin e disa shteteve, shumë mirë që e bën, por u bën mbasi dëmi ekonomik u shkaktua. Dhe ka pasur edhe të fasonerive të vogla për këtë shkak. E kuptoj. Shkon, këto fasonerit, domethënë jam goxhaj kujdesshëm për shkak se nëna ime punon në fasoneri, domethënë dhe jam le të themi ndryshe nga shumë dete të tjera ku mund të jem komplet i paditur, jam goxhaj i ditur nga mënyra kafshërore se si gra, se janë predominantly women, domethënë shumicën e kohës janë gra, për mos të ekskluduar e djem, nuk më amë nga se do ofendohet njeri. Por që ka pasur, nuk e di në Tiranë, nuk e njoh ambientin në Tiranës, po unë njoh rrethet deri diku dhe ishin një lloj trajtimi makabër. Ashtu ishte ti domethënë që ata abuzuan që erdhi situata deri këtu ku nuk ka ngelur me njëri që të bëjë atë punë dhe tani po i shohin. Jam dakord unë dhe a ka mundësi shteti që të angazhohet, që të bëjë kontrolle, që mos i lejojë me 150.000 lekë pagën, se këto se duam asnjë dhe se do asnjë njeri. Por nuk mund të falimentosh se dhe ato 50 gra që janë shqiptare të dalin në rrugë sepse falimenton fasoneria, pastaj lind një problem tjetër dhe ato do detyrohen të punojnë në një hotel, pastaj po me atë pagën e ulët. E kuptoj. Suzana, juve personat që merrni nga Azia, çfarë shtetesh? Domethënë, si thënë Bangladeshin e keni hequr vizën, domethënë prej. Po, ne kemi hequr vizën Bangladeshit, Nepalit, Sri Lankës, Pakistanit, pra janë për shumë shtete që i përdorin. Ne punojmë në Filipine, Afrikë, Indonezi aktualisht. Janë vende që i kenë më pak, pra mund të jenë 1-2 rast, por që nuk kanë të bëjë fare me këto organizimet, se tani janë bërë dhe organizime shumë të mira që i largojnë jashtë vendit. S'kemi punuar ndonjëherë me këto shtete, kemi marrë statistikat tona, por si sa thash çështja është që rregullatori që është shteti duhet të na informojë. Se jo të gjitha agjensitë kanë ndoshta mundësinë tonë për funksionuar. Pra unë mund ta marr dhe dëshminë e penalitetin dhe raportin mjekësor, mund të zgjedh dhe shtetin, sepse arrit të mendoj një problematik, ama jo të gjitha agjensitë janë në të njëjtën mendje. Për të ardhur keq. Çfarë profesionesh zakonisht janë të kërkuara nga shqiptarët për të huajtur, domethënë? Do të themi ata që vinë nga jashtë në Shqipëri, çfarë? Hoteleria është, ne jemi në sezon dhe ka pasur boom turizmi. Hoteleria merr gjitha profesionet dhe ne i ofrojmë, pra duke filluar nga sanitarja, kamarier, kuzhinier, recepcion, kemi sjell vazhdimisht dhe sjellim. Le të them që është rregulluar procesi dhe puna e punonjësve sepse kanë feedback pozitiv. Pastaj fasonerit, patjetër, po në të gjitha fushat kemi sjellë, në fushën e mermerit, kemi sjellë në bujqësi, nuk ka më njerëz në Shqipëri, fatkeqësisht. E di, kam dëgjuar, as kamarir nuk kam, po që domethënë juve
dy gjëra keni, ose sillni nga jashtë në Shqipëri, ose nga Shqipëria, domethënë, si duket kjo si teori konspirative në një moment. Jo, për të thënë, doja të pyetja ishte që merreni edhe me tregun e brendshëm, domethënë, për ata që janë aty për gjithë punë. Ne merremi me tregun e brendshëm dhe ne do nisim tani fushatën tonë që është zgjidh Shqipërinë. Pra me gjithë problematikat, me çmendurin që na karakterizon edhe si grup, kemi vendosur që të bëjmë një fushatë shumë të madhe me kompanitë më serioze në vend, duke qenë me sloganin zgjidh Shqipërinë. Çfarë do të thotë kjo? Kompanitë e mëdha do të detyrohen që të vendosin disa paka mbi nivelin e tregut. Ne i kemi kaluar sugjerimet tona, kam pranuar absolutisht sepse s'ka më njerëz dhe i duhen njerëzit, dhe kandidatët e përshtatshëm do t'i kalojnë në këto kompani. Ne merremi dhe kujdesemi shumë që shqiptarët i lënë në Shqipëri. E përsëris këtë, megjithse interesi jon ekonomik është ai, ne duam që profesionistët më të mirë të rinë këtu, sepse këtu jetojmë në fund të ditës. Jo, është mos e vjen në një farë tani se ai nëse ai do të iki, nëse se çove ti në Gjermani do ta çoj dikush tjetër, kështu që nuk është ai problemi. Megjithatë, ndonjë të ri që është entuziast edhe mund ta mbajmë në Shqipëri, se të vjen keq tani gjithë investimet e emigrantëve, pronat që janë vilat e emigrantëve janë në duart, janë në duart. Punojësit nuk kanë faj fare as këta të Azis. Megjithatë po i gëzojnë shtetasit aziatik vilat që kanë ndërtuar emigrantët, sepse po përdoren për qendra strehimi të punojësve të huaj. Dhe patjetër. Çfarë fatkeqësie për zotin, sa distopi jemi bërë, ne jemi komplet në anën e kundërt të. Gjithë investimi që është bërë nga emigrantët, që e kanë mbajtur vendin dhe mbajnë akoma vendin me të ardhurat që kanë sjellë në Shqipëri, për shumë gjëra që të kalojë në këtë mënyrë. Ne kuptoj. Shiko, për kuriozitetin tim, ca pyetje kështu si popull i thjesht. Për këto punët, le të themi, si thuhet në mënyrë të sjellshme këto? Punët e thjeshta, jo të thjeshta janë, ato janë të lodhshme fizike. Të përgjithshme që po jo, kisha interesi tek këto ngarkim këto në për hoteleri, çfarë pastruese apo sanitare, si quhen sot, domethënë se është një gjë, sipas si e kuptoj unë, domethënë. Çfarë pagash variojnë, domethënë, edhe pse një vajzë apo një djalë, domethënë, që jo domosdoshmërisht ka qenë le të themi më i miri në shkollë, duhet ta zgjedhë këto. Po flasin për shtetasit shqiptar, pse duhet zgjedhë të rinë në Shqipëri? Po e zëm një vajzë me 2 fëmijë të vegjël, sa janë ngritur fëmijët në këmbë, ajo tani mund të fillojë të punojë përsëri, po mundësinë për të shkolluar nuk ka pasur, edhe ka qef të punojë si sanitare në një hotel, domethënë, edhe kërkon informacion. Po, atëherë pagat janë rritur, nuk janë më në atë nivel që kanë qenë. Shqipëria akoma është një vend që nuk ka një kosto aq të lartë, se ne kemi dhe një problem shumë të madh me rinin. Që do të thotë, nëse unë jam 30 vjeçe, nuk është se mund të pretendoj range-in duke bërë një punë modeste, dhe s'kam as pse të më shkojë në përmend në gjykimin tim. Udhëtimin mund ta bëj dhe me low cost, se ka një normalizim të situatës në televizione, thuhet që unë harxoj 5.000 euro në muaj se ç'kam dëgjuar në rrjetet sociale. Kemi para ato, ata janë pleshta të gjithë, domethënë na kanë shpifur fare. Po, ashtu janë të domethënë se e gjon studentja dhe mendon që e ka e mundur, po jo, nuk është e mundur, dhe s'është as ndonjë gjë për t'u ndërruar. Se mua më kënaq më shumë një udhtim me low cost me shoqërinë time, se sa të imagjinoj tani gjëra që nuk e di si mund t'i fitoj. Më kupton? Dhe kjo vajza që ka 2 fëmijë që kërkon që të bëhet sanitare, pagesa ka rritur në 60.000 lekë, 70.000 lekë neto, paguaj. Duhet ta kuptoj që biznesi shqiptar paguan, por nuk ka më njerëz. Që do të thotë, ne marrim nga jashtë sepse s'ka ngel njerëj, pra ti kosto e një sanitare nuk i shkon më 60-70, po gjithë tarifën time, tarifën e akomodimit, të ushqimit i kalon 80-90.000 lekë. Nuk është më çështje pagesa. Thjesht duhen njerëz që ta duan punën. Duke qenë se pjesa e shëndetshme dhe shumica po zgjedhin që të largohen, le të themi që dhe kandidatët nuk janë shumë të qëndrueshëm. Kjo është edhe globale, që do të thotë ne kemi të njëjtën situatë në Gjermani, pra nuk ka punojës, sepse gjithë secili lëviz në një drejtim të tjetër. Pra Ballkani shkon në Gjermani, Gjermania zgjedh një gjë tjetër.
Italianët Po, vitin në është Amerikë. kjo është kështu Është breeding globale, ground, po. si thon. Është tema e preferuar e teorive konspirative për lëvizjen e popullsive që unë s'dua t'i futem fare, domethënë se nuk e kam shumë dëshirën, po domethënë në një hotel të mirë, në kulmin e sezonit, domethënë me gjitha benefitet edhe gjëra, mund të vej, e thon shqip, një sanitare dhe 1 milion lekë, 1 milion e pak lekë. Po. Po si ka mundësi, domethënë ka dhe një gjë, kjo shkon në sezon, se dhe hotelet kur mbaron sezoni, ulin dhe pagën. Është dhe kjo problematika se mund të qëndrosh sanitare, por nuk është se paguesh gjatë gjithë vitit me 1.000 euro ose 1 milion lekë të vjetra. Në sezon arrin këto shifra, mbasi mbaron sezoni fillon dhe të i ulet paga punonësit dhe bëhet me marrëveshje nga hotelet. Prandaj situata shikon në rregull, po i bie përsëri i bie që me standardin që ne po flasim tani me ai sa di unë sa paguhet në normale për shkak fasoneri, një punonjës sanitar në sa zgjat sezoni, 5 muaj, 6 muaj? Po, kemi pak të mirë. Domethënë për 6 muaj fiton pak më shumë se sa fiton një punëtor fasonerie gjithë vitin. Po, patjetër. Është dhe çështje mendësie, ne përpiqemi të mbushim mendjen punonjësve se ne kemi Kroacinë si treg. Tani unë po dëmtoj biznesin, por në kuadër të vërtetësisë duhet të jemi të vërtetë. Nuk ka problem, nuk është dëmtim, nëse ke në kuadër të vërtetësisë gjithmonë dele fituar. Jemi vërtet. Ne kalojmë punonjës në Kroaci. Kalojmë, se përdor këtë term, i dërgojmë në Kroaci në ndërtim dhe paguhen 1.200 euro. Kanë akomodimin të përfshirë. Në momentin që ti vendos që në ndërtim të lësh familjen për një shtet tjetër, 1.200 euro, unë them që nuk i ke bërë llogarit mirë, sepse ndërtimi në Shqipëri paguhet 1.000 euro. Ja ke diferencë 200 euro. 200 euro ti do ta kesh kosto, se në ndërtim shkojnë burrat. E para do jesh jashtë familjes, e dyta do hash, do vishesh, shkon më shumë se 200 euro dhe nuk kushton asnjë gjë, se do fillojnë dhe çështje psikologjike, depresioni, do ikit në shtëpi, se janë normale dhe janë njerëzore. Përpiqemi t'ja bëjmë ne llogarin para se tikin. Dhe në Kroaci punojnë nga 12 orë, 10 orë, 12 orë. Pra, sa do të pyesja domethënë si trajton aty, po që është keq nga vrap. Pra, është situata, gjithsesi është thjesht ideja të ikim nga Shqipëria. Sepse do gjem më mirë, nuk është se mund t'i ve faj, se ka shumë pengesa, burokracira, për ne që jemi zyrë që dim, unë të janë në ligjore ekonomike, prapë është e vështirë që të merrem me institucionet, si që tash dhe më përpara, që nuk ka, edhe ata vetë nuk kanë staf përshtatshëm që të na përballojnë me ritmin që ecën biznesi ecën gjithmonë më përpara se sa institucionet që e ka vendosur ai miku atë punonjësen atje. Kështu që normalisht kanë vështirësi, por dhe përpjekja dhe individi duhet të ndërgjegjësohen pak që bëjnë llogarit ashtu siç duhet të mu. Shiko, kjo është e individuale pastaj. Është vërtet e vështirë, domethënë, që ti bësh ballë të gjitha teorive që kalojnë kur shikon këto, domethënë, sepse duket që nuk e di nga se vjen, nuk e di se kush e bën në prapasken, po ndihet, domethënë si ndihet që ka një shtys për ta reklamuar Shqipërinë si diçka të keqe. Pastaj vjen dhe ajo harku tjetër, pastaj siç e përmendëm tim përpara, që kemi brezëri tani, duan të jenë të gjithë shpërndarës droge, duan të gjithë tutor prostitutash, gangstera me lek, OnlyFans. Me krenari çunat e Londrës, dhe është shumë shqetësuese. Kur shikon që hap rrjetet sociale, ty të del gjatë gjithë kohës çunat e Londrës, gocat e Dubait, ti demoralizohesh se kupton që 5 veta je me këtë mendje, të tjerët pastaj janë pas çunave të Londrës. Në rastin më të keq kthehesh në mendjen e atyre, domethënë. Se në qoftë se je pishtari i fundit thuaj unë dhe këta 5 të tjerët jemi rregull, Allah dhe Zoti, domethënë. Ideja është që ja i 6 që ishte te këta të 5, po të ndrua mendja dhe u bashkove turmës, domethënë. Unë të shikoj si problem më të madh, domethënë nuk e di kujt që ka këtë lloj interesi që të ka sjell këtë infeksion shoqëror, domethënë, edhe nuk e di se si rregullohet. Kjo është më e keqja. Për të folur për teori konspirative, është një gjë paradoksale që po ndodh tani aktualisht, edhe kam shumë dëshirë që ta prekim. Çfarë ndodh? Shqipëria nga ana ekonomike në këtë situatë është në një moment pozitiv. Që do të thotë, turizmi është on top.
Ne kemi pasur porosi për punonjës që në 2023 për vitin 2024 që s'kishte ndodhur ndonjëherë. Ka filluar turizmi, hotelet kanë filluar punën, pronat janë on top, programimi, pra ne prekim dhe IT-ja është shumë mirë. Nga ana tjetër, qeveria shqiptare, sepse normalisht qeveria shqiptare ka bërë një marketing shumë të mirë që të vinë turistë, se ne detin këtu e kishim. Dhe le t'i japim Cezarit atë që i takon Cezarit. Bën gjithë këtë punë dhe vendoset bëjë një ligj për profesionistët. Çfarë do thotë? Pjesën më delikate që ka të shoqërisë, pra pjesën e shëndetshme, ajo pjesë që unë them që ka turp, janë të vetmit profesionistët që nuk bëjnë evazion, nuk kanë fare as si ta bëjnë, as si ta fshehin, nuk kanë dëshirë, sepse janë njerëz që kanë studiuar, pedagog, ekonomist, jurist, vendos ta taksojnë me 23%, ndërkohë që unë, si biznes i madh, paguaj 8%. E kupton çfarë do sensi? Restorantet po lobojnë pranë ministrisë dhe e tha dikush me zë dhe me figurë, tha kam hotelin 6%, po lobojnë dhe restorantin ta çoj me 6%, që unë e kam mikë e respektoj shumë, bën të mirë sepse ka atë sektorin e vet dhe gjithë normalisht do mundohemi, por është padrejtësi sociale, se kjo normalisht në fund të ditës ne gjithë bëjmë llogaritë tona, nuk do na mbajnë të na frymëzojnë sa bukur është Shqipëria, sa bukur është turizmi. Unë kam miqtë e mi që kanë zyra dhe nuk e bajnë dot zyrën. Në qoftë se unë do kisha vazhduar profesionin e ekonomistës, nuk do kisha këtë mundësi që kam në sipërmarrje, që në një farë mënyrë duket si aftësi, nuk ke mundësi që ti të nxjerrësh koston tënde. Po pse pse ja të mendojmë pak me zot e lartë, unë këtë nuk kuptoj. Tani teoritë tua konspirative, ose e ka bërë ndonjë budalla ose budallaç pranë shtetit dhe nuk e ka menduar fare efektin që do të ketë, ose është bërë një plan që në Shqipëri mos ngelin më individ të shëndetshëm me turp, po të na bëjnë gjithë elita bosat e drogës, kokainës edhe këta pushtetarë që unë as nuk i njoh, me thënë të drejtën. Nuk arrit dot sepse je i shantazhueshëm, sepse je i kontrollueshëm, kur je i paditur je i kontrollueshëm, kur je kriminal je i kontrollueshëm, se të vjesh edhe të droget e dera, kur ke bërë diçka të keqe ose që ke fshehur diçka normalisht që prap je i kontrollueshëm, se të vjen prap shteti, i pa kontrollueshëm je në momentin kur ti siguron të ardhmë të kënaqshëm me veten tënde, jeton si njeri, krim nuk e bër, taksa nuk e fshehur etj, ashtu je i pa kontrollueshëm edhe unë mendoj që fatkeqësisht flasësh, mund të kesh guximin të dalësh, unë në të gjitha intervistat që po jap tani të njëjtën gjë po them, se çfarë do më bëj mua shteti shqiptar, vetëm do më vi tek zyra, do më kontrolloj shumë mirë, le të vi, bujrum, i kemi gjitha në rregull. Këtë është stres, si duket, shteti shqiptar nuk e ka shumë për zemër, kam edhe miqtë e mi, jam programues, ata thonë aman të deklarojmë në mënyrë korrekte, sepse nuk duam fare që të penalizohemi. Çfarë ndodh? Me duke parë tani gjithë impaktin dhe duke parë ato shuma që i kanë dalë në sistemin e tatimeve, të gjithë thonë si mund t'ja bëjmë ne, ose të iki tash vendos, sepse programuesi ka mundësi edhe ta bëjmë në Gjermani ato biznesin e vet. Nëse ai do taksohet njësoj si Gjermania ose si Belgjika dhe të riqet atje, po pse çfarë do bëjmë ne? Do luftojmë për shtetin shqiptar? Nuk kemi në gjendje lufte. Hajde tani të sakrifikohemi gjithë, të vuajmë. U bë një luftë shumë e madhe me mjekët, qeveria shqiptare mundohej në mënyrë diktatoriale, i thoshte studentit ti nuk do ikësh në Gjermani ose në shtete të tjera, që ishte çmenduri. Me këtë nismë që ka marrë, që shpresojmë shumë që të reagojnë, ne do të jemi dhe në mbështetës të padis që do të bëhet tani në gjykatën kushtetuese, do ta lobojmë fort me gjithë mundësi që kemi, që të bëjmë pjesë gjithë profesionistët e lirë. Unë që ndërloj njerëz, unë nuk i marrë vesh domethënë që okay, e bëre për qëllimin tënd, ku dëgjon, mund ta bëre, mund të jem mbledhur gjithë oligarkët dhe thonë okay, tash na duhen punëtor krau, nuk na duhen njerëz që mendojnë për veten e tyre. Në rregull, e kuptoj këtë. Po si mund t'ja shesësh të popullit, domethënë që shefe juve erdhët, juve sa erdhët, unë njoh edhe shumë popullin. Ne unë nuk e ndjek fare politikën, po kam parë që shumica janë në SPAK si nga pozita, si nga opozita. Nuk besoj se merret njëri domethënë me ne, me popullin e thjeshtë. Në gjykimin tim nuk është se bëj një rezume, nga ana ekonomike gjithë nisma që është bërë, se nuk bën asnjë, se okay, ti po bën një ligj për të mbledhur të ardhurat se do i shtosh buxhetit të shtetit. Po s'ka fare asnjë vlerë. Domethënë,
vlera ekonomike që mund t'i japi buxheti të shtetit është 0.0001%, sepse nuk e profesionist. Këta që vendosën të hapnin zyra, të rrinin, le të themi të jenë në Shqipëri, shteti shqiptar vendosi jo, nuk do mbeti asnjëri. Do rini ju? Rini. Rini tani. Shiko, të sigurt se ne kam diskutuar dhe me Anita Kushtën që e përshëndesim të pjesën, domethënë që kjo lloj idiotësie, domethënë nuk është e ul faktin që jo po marrin shumë lekë se paguajnë mjaftueshëm. Kjo thjesht dorisi informalitetin. Nëse ai fitonte 10 edhe paguante 2, nesër do të deklaroj 8 e do paguaj 1. Atë unë është shumë të rëndë, me thënë drejtën, të heq dinjitetin njerëzor. Njerëzit që janë mësuar të deklarojnë, pra që nuk dinë, ne ekonomistët themi një gjë, dinë të vjetësh, po, di të fshehësh, jo, nëse s'di të fshehësh, atëherë nuk di as të vjetësh. Edhe ata njerëz që kanë turp dhe nuk dinë fare as bëjnë evazion, se nuk mund ta bëj dot një ekonomist, besoj, ose një juriste, që ka studiuar gjithë jetën, ka marrë me merit ato gjëra. Normalisht do ta bëjnë parukierët, mekanikët, ata janë ato, as tani nuk më jep ndonjë faturë mua mekaniku im. Edhe shumë mirë e bën se nuk është se i shkojnë në xhepat tona në taksat, na kthen në ndonjë shërbim neve. Pra rrit formalitetin, të gjithë ato janë duke thënë, okay, nuk do presim më faktura. Po okay, këta profesione që nuk do presin, jemi dakord. Por nuk mund të punohet në këtë mënyrë. Pra ti duhet të jesh në terren që të luftosh informalitetin, nëse ti do ta rrisësh informalitetin, çfarë kuptimi ka? Unë thjesht duke kujtoj se unë njoh edhe personalisht njerëz që kanë qenë afër meje, domethënë që kanë mbaruar studimet dhe them kam raste specifike, por që normalisht nuk dua t'i përmend me emra, që kanë qenë miq të mi dhe janë kthyer, po thon, mbaruan shkollën, punuan disa kohë, thash, diçka është plako, ne janë këto si Mustafaj, domethënë, ato profesionet që edhe nga Marsi punojnë, domethënë, që i kam zili nga njëra. Dhe do ikin në Shqipëri, kam projektet e mia, jam lidhur me njerëzit këtu, punën ta bëj nga Shqipëria, do ikin në Shqipëri, do regjistrohet atje dhe do të marr projekte nga jashtë, domethënë pak a shumë në atë njëjtë atyra etj. Normalisht robi me idenë, domethënë ai sa ishte që të paguaj kaq taksë, domethënë kjo e ardhur, mori një djalë të ri mbas vetes etj. Dhe po më thoshte plaku unë se dita tonin, domethënë si të më ndal, ore mua që më dalin dhe pa bukë nuk do ritha, po që nuk kam më tha, s'kam as nuk marr dot as punë tjetër, nuk e di do ta mbaj dot këtë që kam do ta mbaj dot apo jo. Domethënë se s'mbie llogaria, nuk bën sens fare, tha, nuk e di se çfarë po bëj, nuk e di kush i mendon këto gjëra dhe çfarë mendon. Kjo s'u bën sens mua, domethënë se duket që ka një dashakeqësi o Suzana, se është e pashpjegueshme, nuk janë aq të trash. Po dhe unë refuzoj të besoj që janë aq të trash. Ata thash pra, ose janë tmerrsisht të trash, edhe unë se besoj këtë, ose është dashakeqësi që në këtë vend si duket mos ta gëzojnë shqiptarët. Pra gjithë lufta që ne bëjmë, fasada që bëhet nga qeveria, shikon se ka filluar dhe qeveria tani. Rrini në Shqipëri, po për çfarë të rrim me fjalë të bukura? Rrini se do bëhet Durrës Jat Marina, kur do bëhet Durrës Jat Marina, kanë kaluar 15 vite, kur të kalojnë 15 vite, ai ekonomisti nuk do presi lulëzimin tënd që do kesh. Kështu që nëse do bëhet ashtu, se Shqipëria njihet edhe për skandale piramidale, domethënë mund të na dalë edhe ndonjë gjë tjetër. Është shumë skandaloze, unë nuk e di, ka zgjidhje mua për ç'a do bëhet për në këtë. Ka ndonjë shpresë? Ja, do pak me mullin të erës, gjithë bashkë. Çfarë kemi mundësi që ti kemi në dorë do t'i bëjmë? Më pas, nëse s'ja dalim, do vim në Gjermani. Ky është plani B gjithmonë. Ai është plani B, po dale ku do vini se ne kaq nuk kemi më kapacitete. Jo, ka Gjermani, kemi gjetur vendet e punës në Gjermani. E keni planin B në xhep. Planin B. Jo, po duhet shiko, duhet të bëni si qeveria shqiptare po e bën, ose do jesh oligark sot. Pra të jesh me super hotele, restorante, apartamente dhe ti të qëndrosh në Shqipëri dhe ti jesh ai beu në këto termat e vjetra. Atje po vete. Ik sot jashtë Shqipërisë se nuk e përballon dot. Domethënë nuk kam njerëz shumë të afër që kanë super biznese në Europë, i ftojnë për investim në Shqipëri dhe friksohen. Dhe kanë të drejtë. Friksohen nga paqëndrueshmëria që ka në ndryshim të taksimit. Pra zgjohet një mëngjes ai, thot nga 8% a vendos 23. Nga 0, 23 brenda vitit. Kështu që
Është shmenduri dhe kjo pjesa e Beut e ka për shumë mirë, domethënë se do ta zgjas kot, po që do t'rregoj për një fenomen që vjen nga pjesa ime ose nga rrethët e mia. Në të gjitha periferit, domethënë sidomos ato që le të themi nuk e kanë infrastrukturë aty ku duhet të jenë, që le të themi nuk janë fusha, nuk janë fieri me gjëse etj, po janë kodra, male, çuka, gërgje. Edhe njerëzit kanë ikur. Jo kanë ikur fare, kupton? Kanë ikur bile jo vetëm që një tokë që dikur prodhonte qeshia dhe ullin, domethënë që i merrte filani dhe shoqyr tani janë hapur çik më shumë edhe ka. Njerëzit kanë ikur edhe nuk ka jo vetëm një njeri që t'i mbaj me qera, po nuk ka as njeri që ta mbaj pa lek, domethënë thjesht të kujdeset për ato ullinda apo për atë gjën që është mbjell, të marrë prodhimin, të marrë fitimin, edhe nga këta nuk ka më. E kupton? Që të thjesht të kujdesen për atë pjesë. Do vej pjesa tek Beu, kur do dalë kur do të çohet, nuk di nga ato emra që qarkullojnë në Shqipëri tash, këto do tegu si e ka Sajmiri, Zamiri, ku dëgjon. Apo XY pak rëndësika, do dalë një njeri dhe thoj po, të faqin e malit këtu, ato faqin e malit atje, ti marrë një 3-4 kodra me radhë, e ke parasysh të krijojë një super ferm gjigande, e të gjitha që kanë ngelur aty, domethënë, do shesin tokat e tyre, do punojnë prapsi në kohën e pas dark period, në mesjet, domethënë, do punosh te feudali, është ai Beu i gjitha fshatit, domethënë, ti tokën aty e ke pasur, do punosh prapë atë. Aty po vete Shqipëria fatkeqësisht. Është realitet. Domethënë nga Shqipëria tashmë nuk iken vetëm për arsye ekonomike, nëse ti dëgjon, asnjë s'do të rrisi fëmijët edhe këtu. Pra unë po dëgjoj intervistën e Sajmir Kodrës, Blendi Fevziu, pra që i kanë super mundësi ekonomike. Ata thonë nuk duam që fëmia ime të jetë në mjedis ku mbizotron droga, prostitucioni, këto gocat e Dubajit, çunat e Londrës. Kështu që është merr i vërtet. Po ta mendosh. S'ka balans, nuk ka balans e Shqipëri, domethënë se këtë unë e vër, shiko, llum ka dhe këtu sa duash, domethënë. Pavarësisht se kryesisht është emigrantësh apo white trash që është ende që janë në përcepa etj. Por që ka deri ku balans, ka kultura që ecin paralelisht, domethënë, është droga, është klubi, po është edhe arti, po është edhe sporti, e ke parasysh po janë edhe njerëz që ikin lexojnë libra, janë njerëz që i takojnë të dielave. Masi ka lexuar një libër, lexon librin. Po ti jetë në Shqipëri thosh vetëm në një të folën për një libër të petit që me ndërmua vetë që i federas Nëse vendos të kthehesh në Shqipëri, të premtosh që do futesh tek 5%. Do flasim për libra dhe për gjëra motivuese. Jo, budalla, ç'o budalla je libra? Po. Ti e lexon librin dhe vetë pastaj e diskuton me të tjerët, po ti si në rregull valla, po e pimi kafe aty, po s'beg me do ikim. Diskutojmë për të kanë të 1.000 euro. Paga asaj 40.000 lek, ose 400 euro. Po ka vdekur më shiko, kjo korrozioni i morali, domethënë, është shumë i frikshëm, se ta po thuan që është dhe ky mentaliteti që thua ti që s'kan turp, që e the mirë, domethënë. Nuk kanë turp edhe thonë ai djali e shet moralin, e shet nderin, e shet çdo lloj gjë. Ajo vajzë e shet edhe trupin nesër pas. Nesër thua që s'ka, mos e vrim, mjafton ta marrësh atë gjë që ta marrësh, nuk ka rëndësi. Kjo teoria ka detalësh. Jo, po ka rëndësi plak, sepse mbas 5 vites, 6 vites kur të kesh arritur deri ku të kesh arritur, do jesh mizerabël. Sepse ti sado gjëra të bukura të kesh ti fundamentalisht e di që ti nuk e ke merituar atë, e kupton. Edhe ti do jetosh me veten tënde, se unë po patjetër. Lekët e mia po unë me gratë e mia po i kam nxjerr. Kto që kanë nxjerr unë jam në rregull, domethënë, po nesër pastaj se ti ai që do shohësh veten tënde në pasqyrë, edhe do shohësh një shëmbëllim që do ta urresh, e kupton? Megjithatë jemi pak popull që eci me modën. Unë mbaj mend kur isha e vogël dëgjonim fjalën turp gjithandej. Është turp vështirë, edhe po gjëra që s'ishte turp. Thjesht është turp pishduhan domethënë. Që s'ishte turp, por e thoni. Tani populli ekstremeve. Tani është popra ekstremi, tani është nuk ka turp fare, mund thua çfarë të lloj gjëje, mjafton që ti të kesh atë gjë materiale që ti e ke marrë dhe janë rregull, domethënë ja ke dalë. Bravo që ke bërë korrupsion, ose bravo i qoftë këtij që vodhi, që bëri luajti drogën atje edhe. Po edhe ai që nuk vodhi thonë budalla gjuna i shpejti, as për veten e vet si ishte. Ja këtë gjë. Ne na kanë quajtur kështu, domethënë historikisht jemi mësuar. Tani do ta mbyllim me pozitivitet.
Do ta mbyllim me pozitivitet tani. Po, do t'i ftojmë të rinjt, se të bëjmë budallënj si ne them unë, për gjithë të rinjt që duan të bëhen si ne, që të paktën të shijojnë ato gjërat në mënyrë modeste, duhet që ta zgjidhin Shqipërinë, edhe që të shikojnë pak tek faqet tona çfarë kemi ne të punësimit, sepse kemi disa vende shumë të mira pune, që edhe mund të jenë shpresë. Po, na i thuajnë që të gjitha ato që ku mund të gjejnë të gjithë njerëzit të interesuar, domethënë këto handle-at, website-e, faqe, çka e webit agilitygroup.al, Instagram, Facebook, në çdo rrjet social është Agility Group, dhe aty mund të shikojnë të gjitha punët që ne kemi të afishuara. Pagat ne ndikojmë masivisht që të jenë mbi nivelin e tregut. Pra për çdo profesion, besoj që dhe do jetë e mundur që të rinjt shqiptar në një farë mënyrë të gjejnë veten me shumë vështirësi, por duhet edhe ne të bëjmë sa sakrifica, se shteti jon këtë na kërkon. Na kërkon në parti një kohë tani na kërkon shteti, po. Po duhet, shiko, dikush duhet ta bëjmë. Pavarësisht se kjo duket ndonjëherë shisharake thënë të jemi heronj, domethënë edhe kështu, dikush duhet ta bëjë atë punë, kupton? Dikush duhet ta bëj punën e vështirë. Dikush duhet të shkojë të laj banjon, dikush duhet të jetë avokat, dikush duhet të laj çimentot, e kupton? Duhet të jetë. Shikoj, ne duhet luftojmë gjithë që ta bëjmë me dinjitet. Jam shumë dakord. Ne nuk jemi në kohë lufte, se në batut tham që jemi heronj, pra asnjëri që jeton në Shqipëri nuk duhet të sakrifikojë. Pse duhet sakrifikojë sanitarja? Po më le të bëj sanitarën ajo me një pagë dinjitoze në shtetin e vet, të ketë çmime dinjitoze, paguaj naftën siç paguhet në Ballkanin, pjesën tjetër Ballkanit që vetëm Shqipëria e ka në këto shifra, dhe le të jetojmë gjithë mirë. Pra jo vetëm ajo pjesa që kanë vendosur këta të mdejt. Juve dëgjuat njerëz, zgjidhni Shqipërinë, siç është. Sa e bukur kjo zgjidhni Shqipërinë. Shkruajtë ja vënë emrin e episodit, zgjidh Shqipërinë. Po. Sa shumë e bukur, tingëllon shumë bukur. Zgjidhni Shqipërinë mirë të dashur, linkun në faqet për faqen e Instagramit do ta gjeni në description si gjithmonë. Gjithashtu dhe linkun për profilin e Instagramit të Suzanës, hidhini një sy, janë shumë të lezetshëm, edhe janë gjërat le të themi të reklamuara në mënyrë të thjeshtë, pa shumë komplikime. Pastaj nëse ke interes, kontakto vetë edhe zgjidhet le të themi shpejt e shpejt. Mahamë ju I keni të gjitha strukturat në funksion që I procesoni. Në funksion të kandidatëve. Spektakolare. Suzana, unë të falenderoj jashtëzakonisht shumë që ishe me mua dhe ju uroj jashtëzakonisht shumë sukses si në biznes, po edhe në nismat që keni marrë. Edhe unë falenderoj, ishte shumë kënaqësi. Faleminderit për hapësirën që I shprehem çdo gjë që kishim. Po patjetër, me shumë kënaqësi dhe do dëgjojmë edhe herë të tjera, kur të kemi edhe probleme të tjera, kur të kemi mesazhe të tjera, çfarë lloj gjëje që të jetë. Fal Zotit, teknologjia na ndihmon. Po. Që sukseste edhe bravo që ke arritur në këtë pikë. Shumë faleminderit. Mirë. Miq të dashur, juve që po dëgjoni këto e dini shumë mirë që kjo ka dalë në Patreon përpara se të dalë në rrjetet free, kështu që shkoni në Patreon të Buçi Podcast. Nëse s'doni Patreon për çfarë lloj arsye e keni parasysh gjithë ato Buy Me Coffee, Dreshi Shejtan, me kryesorja like, share edhe comment. Edhe vriteni një çik mendin për të që folëm se nuk është se fitojmë ndonjë gjë drejt për drejt ne që flasim për këto lloj gjëra, por që na dhëm diku na dhëm dhe ne që është diçka më e madhe se sa unë, më e madhe se sa Suzana, është diçka që na prek gjithëve, kështu që thjesht përpunojeni një herë dhe bashkëmiru dëgjofshim / pafshim herën tjetër. Buçim në bu, CHI, bu, CHI podcast.